Ministri i Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manasterliu, ka pritur këtë të mërkurë në një takim me Ministrin e Arsimit të Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Kosovës, Arbërie Nagavci. Takim në të cilin është miratuar dhe niveli i tretë i tekstit mësimor për diasporën, gjuha shqipe dhe kultura shqiptare. Sapo kemi miratuar një vendim të përbashkët për nivelin e tretë të tekstit plotësues për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare. Këto tekste janë baza për mësimin e gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare për fëmijët në diasporë. Pasi kemi përfunduar tekstet plotësuese të nivelit parë, nivelit dytë, vjen edhe teksti për nivelin e tretë, për klasat e 6 deri në të 9-ën, kështu duke përmbyllur ciklin e arsimit fillor me abetaren dhe më tej edhe të arsimit mesëm të ulët, pra deri në klasat e 9-ta. Për ne ky është një tjetër hap drejt mësimit të standardizuar të gjuhës shqipe përmes këtyre teksteve të cilat janë të unifikuara, të standardizuara. Edhe një tjetër lajm i mirë është lajmi që së bashku me Kosovën, me ministren Arbërie Nagavcin dhe gjithashtu ekipin e saj dhe ekipin e Ministrisë së Arsimit të Shqipërisë, ne kemi marrë një vendim përpara pak kohës për të bërë për herë të parë Olimpiadën e përbashkët të gjuhës shqipe, Shqipëri-Kosovë. Gjatë këtyre 4 viteve të fundit, bashkëpunimi në fushën e arsimit me Ministrinë e Arsimit dhe të Sportit tu me Ministren Manasteliu ka qenë i jashtëzakonshëm dhe tashmë kemi shumë rezultate në këtë drejtim pas finalizimit të abetores së përbashkët, tekst me të cilin mësojnë popullueshët tanë në të gjitha trojet shqiptare në Kosovë, në Shqipëri, në disa komuna të Maqedonisë së Veriut, disa shkolla, e po ashtu fëmijët tanë në Mirgat. Tashmë finalizuam edhe tekstin e tretë të gjuha shqipe dhe kultura shqiptare, tekste me të cilat do të mësojnë fëmijët tanë gjithandej në Mirgat, nga klasa e parë deri në klasën e 9, duke kompletuar kështu gjithë nivelet e kurikulës për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare. Me këtë hap finalizohen të gjitha tekstet për mësimin e gjuhës dhe kulturës së shqipe për fëmijët shqiptar në Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe diasporë nga klasa e parë deri në klasën e 9.